Një djena ke 50 lindje, mi ke vë 32 vjetë në tokë. Hala mami për tjeroj fletorët, hala mami për tjeroj libet, kajt me mami tjeroj. Po shkojmë që ta frishti mos të mërzit, mos koj. Nuk kujtësh ata në Silvena Pet, po tani më kurserë. Alo liet shkret, që në 26 vjetë të të ishëm që të rrët luftës. Që se shkoj hinë front, vesh një të avras, kur më së mkojnë. Nona o mërzit ke shumë. Halal të kovgjini nanës, djali jam. Kështu thonë, nanat e dëshmorve. Kështu më tha dhe nana e komandantit, mu i Kresniqi duke ma shtrëngu dorën. Isha para disa viteve në odën e saj, një shtëpi e vogël, e rregullt, e pastërt. Në mur ishte e vendosur fotografia e tij me uniform. E ka ditë më tha. Më ka put dorën edhe më ka thonë, mos u tët non, edhe nëse s'kthena. Ti mos të mërzit, mos koj. Mos u tët, e as mos u mërzit. Kam hyrë në shtëpit e nanave të shumë të shmorve. E në së cilën prej tyre e kam pa të njëjtën pamje. E kam pa që ato nana flasin me rrobat e tyre. E hapin dollapin veç me ndje erën e djalit e tyre, që e prekin fytyrën me fotografi si me pas qenë gjallë. Nuk ka dhimbje më të madhe se me ditë që e ke rrit një fëmijë me duar tua, me net pa gjumë, me frikë për temperaturë, me gëzim për ato notat e mira, e në fund me ja dorëzu një ditë tokës. Këto nana nuk e kanë humbur vetëm djalin, kanë humbur të ardhmen që e kishin imagjinu për ta. Kanë humbur nipa që s'u lindën kur. Kanë humbur edhe zërin që do t'i treste nan kur ato do të thinjeshin. E prap, kur i pyet thonë, po për Kosovë ka ra. Në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. A i dini që do me thonë kjo fjali? Do me thonë me mbajt dhimbje në krahor, e mos me lonë me të thy para tjerve. Do me thonë me shku të varë në një ditë feste, ku të tjerë daljen me flamoj. Ne flasim për sakrificë, por ama ato jetojnë sakrificën çdo ditë. Lavdi bijve e bijave të tyre, dhe përkulje pa fund para nënave që e kanë varros dritën e syve të tyre, e prap e kanë gjithë forcën për me vazhdu përpara. Urime datëlindje në Kosovë.